11:40 gati, edhe nuk ka asnjë deputet të pushtetit që ka ardhur në seancë. Nuk e kuptoj këtë jo seriozitet. Derisa po e them këtë hapën, Kosova ka humbë jashtëzakonisht shumë kohë, këta po i vazhdojnë humbjen e kohës. Thirrën vetë seancë, ne kemi thirrë prom nuk kanë ardhur, sot thirrën vetë, tash gati po bëhet një orë dhe nuk kanë ardhur, e nafta ka shku 1:80, edhe secila situatë matutje, veç shka po e dëmton edhe po e rëndon jetën e secilit njeri në Kosovë. Pra është jo seriozitet total, nuk e di, ai ka dalë malli keq këtë ditë e fundit ajo, por një problem është këto, është problem për te i politik edhe për te i partijak. Malli keq që i bje, zotë Ramadani? Malli... Apo kërkoni test sërish për deputetet? Shene, ajo që po du me thonë, është që jemi në një situatë total absurde, jo vetëm në aspektin legal, edhe paqartësisë kushtetuese, që për bindjen tonë dje ka përfundua fati kushtetues, por me gjitha kjo është situatë total absurde, edhe politike, edhe njerëzore, edhe partijake. Si sheh arsyetimet e zonjës Haxhiu, e cila thotë që dyert janë mbyllur mbrëm sepse s'ka pasur seancë e para dhe se nuk janë ndërzuar 30 nënshkrime siç pretendon Aleanca dhe partitë e tjera për thirrjen e seancës të jashtëzakonshme për konstituim. Me një fjali, nuk ka asnjë lloj arsyetimi që kuvendit të mbyllën dyert. Kushdo që tenton me arsyetu mbylljen e dyerve, vetëm e tregon një papjekuri totale politike e institucionale. Faleminderit. Ne jemi këtu në parlament, do ta ekspozojmë këtë çka po ndodh.